Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nuk e pas kemi ditur, ja si të bëni testin e tiroides në shtëpi vetëm me një termometër. Tiroidja është një gjëndër në formën e fluturës e vendosur në zonën e qafës, si për klavikulës. Ka një rol shumë të rëndësishëm në mirëqenien dhe në shëndetin tonë sepse është një nga gjëndrat endokrine përgjegjëse për prodhimin e hormoneve thelbësore dhe funksionet e duhura të trupit. Hormonet e tiroides janë përgjegjëse për kontrollin e ritmeve dhe aktiviteteve të zhvillimit të trupit. Këto aktivitete përfshihen që nga shpejtësia e djegjes së kalorive deri te shpejtësia e rrahjeve të zemrës. Problemet kryesore të mosfunksionit të tiroides janë hipotiroidizmi dhe hipertiroidizmi. Hipotiroidizmi mund të definohet si tiroide me funksione më të ngadalta, me pasojë prodhimin e ulët ose mungesën e hormoneve. Simptomat kryesor janë lodhje, depresion, shtim në peshë, zbehje në fytyrë, kapsllëk, rritja e ndjeshmërisë ndaj të ftohtit. Hipertiroidizmi është një rritje e aktivitetit të gjëndrës tiroide. Nervozizmi, pagjumësia dhe humbja e peshës janë simptoma më të zakonshme. Ky problem është më prezent te gratë sesa te burrat dhe në disa raste mund të dëmtojë fertilitetin ose të dëmtojë shtatzanin. Ndër simptomat është edhe një simptomë fizike shumë evidente. Kush vuan nga hipertiroidizmi ka sy më të mëdhenj dhe më të hapur se zakonisht. Siç e cituam më herët, pjesa më e madhe e njerëzve nuk dyshojnë nëse kanë probleme me tiroiden. Prandaj është e rëndësishme të mësoni të bëni një test si ky në shtëpi. Nuk zëvendëson punën mjekësore, por mund të vëreni se ka diçka anormale. Ky test në shtëpi është rekomanduar nga Dr. Jacob Teitelbaum, mjek amerikan, bashkëautor i librit Real Case në Real Center. Të gjitha procedurat janë të thjeshta dhe do të keni nevojë vetëm për një termometër. Gjëndra tiroide tregon normën metabolike të trupit dhe gjatë metabolizmit gjenerohet nxehtësi. Kështu, temperatura e trupit mund të tregojë incidencë për funksionin e kësaj gjëndre. Termometri është më mirë për këtë autotestim është edhe mërkuri, prandaj ju duhet një termometër me zhiv. Si fillim, tundeni mirë termometrin që temperatura të lexojë më shumë se 35 gradë Celsius. Shkoni për të fjetur dhe lërini termometrin pranë shtratit tuaj. Kur të zgjojeni, gjëja e parë që duhet të bëni është ta vendosni në sqetull e mbani aty për 10 minuta. Bëjeni këtë përpara se të ngriheni nga shtrati, të hani, të pini ose të bëni aktivitete të tjera, as edhe të flisni. Është shumë e rëndësishme të ndiqni këto udhëzime sepse do të masni temperaturën më të ulët gjatë ditës që është e lidhur me funksionin e gjëndrës tiroide. Pas 10 minutash hiqeni termometrin për të parë temperaturën. Nëse ajo shënon mes 36.5 gradë dhe 36.8 gradë, tiroidja funksionon normalisht. Nëse kjo temperaturë është poshtë 36.5 gradë Celsius, gjëndra juaj tiroide funksionon ngadalë. Nëse shënon mbi 36.8 gradë Celsius, funksionon më shpejt, në rast se nuk keni një infeksion të trupit. Për të qenë të sigurt, përsëriteni testin 4 ditë rresht. Nëse këto parametra janë njësoj, lini një takim me mjekun. Për gratë në menstruacione, testi duhet të bëhet ditën e 2, të 3 dhe të 4 të ciklit menstrual. Arsyeja është sepse gjatë ovulacionit temperaturat kanë një rritje dhe rezultati mund të jetë fals. Gjithashtu, nëse dyshoni për tiroiden, duhet të shkoni menjëherë tek mjeku. Gjëndra tiroide është përgjegjëse për prodhimin e hormoneve që rregullojnë metabolizmin tuaj, temperaturën e trupit dhe rrahjet e zemrës. Nëse puna e saj prishet, kjo mund të çojë në pasoja të rënda të organeve tuaja, siç janë mëlçia, zorra, veshka, sistemi riprodhues, zemra, madje dhe truri. Në këtë video, sipas zbrajtësaj, do ju sjellim disa nga simptomat që nuk duhet t'i anashkaloni nëse doni të shmangni seriozisht problemet me shëndetin. Lodhja dhe nervozizmi. Sëmundja e tiroides mund të ndikojë në nivelin e energjisë dhe humorit tuaj. Hipotiroidizmi shkakton ndjesinë e lodhjes dhe humbjes së forcës, shoqëruar me probleme të shpeshta të gjumit dhe nervozizmit. Ndryshimi në rrahjet e zemrës. Hormonet tiroide që prekin pothuajse çdo organ në trup dhe mund të ndryshojnë në rrahjet e zemrës.
Njerëzit me çrregullime të gjendrës tiroide manifestojnë rishtazi dhe mund të vërejnë nëse frekuenca e rrahjeve të zemrës së tyre mund të jetë ulur ose të jetë rritur. Humbje ose shtim në peshë në mënyrë dramatike. Një ndryshim drastik i peshës është një nga simptomat më të zakonshme të sëmundjes tiroide. Një rritje ose një ulje e peshës që ndodh në një periudhë të shkurtër kohore mund të nënkuptojë nivele shumë të ulta ose shumë të larta të hormoneve tiroide. Lëkura e thatë dhe thonjë të brisht. Lëkura e thatë që kryhet mund të jetë shenjë e problemeve me gjendrën tiroide. Në mënyrë të ngjashme, duhet të ndiheni të alarmuar nëse thonjtë tuaj bëhen të brisht me vija vertikale të dukshme që shfaqen përgjatë sipërfaqes. Problemet e rregullimit të temperaturës së trupit. Sëmundja e tiroides mund të dëmtojë aftësinë e trupit tuaj për të rregulluar temperaturën e tij. Ju mund të përjetoni të drillura ose anallëcjelltas, të shfaqen djersitje të tepërta dhe të ndjeni nxehtësi. Entja në qafë. Entja ose zmadhimi i zonës së qafës është një shenjë e dukshme e problemeve me gjendrën tiroide. Siguroni t'i kushtoni vëmendje simptomave të tilla siç janë edhe dhimbjet muskulare dhe krizat. Manifestimet e hipotiroidizmes mund të përfshijnë dhimbje në pjesë të ndryshme të trupit. Në shumicën e rasteve këto simptoma shoqërohen me endje të muskujve ose edhe me probleme të shtypjes së nervave. Nëse vëreni këto shenja, bëni një konsult me mjekun tuaj. Gjendra tiroide ndodhet në pjesën e përparme të qafës rreth trakes dhe prodhon hormonet që ndihmojnë në kontrollin e shumë funksioneve vitale të trupit. Nëse trupi prodhon shumë hormone tiroide, mund të zhvillohet një gjendje e quajtur hipertiroidizëm. Nëse trupi prodhon më shumë pak hormone tiroide, quhet hipotiroidizëm. Të dyja kushtet janë serioze dhe duhet të trajtohen. Tiroidja juaj ka një punë të rëndësishme: lirimin dhe kontrollin e hormoneve që kontrollojnë metabolizmin. Metabolizmi është një proces ku ushqimi që merrni në trup kthehet në energji dhe është një element shumë i mirë për trupin. Kjo energji përdoret për të gjithë organizmin. Mendoni për metabolizimin si një gjenerator i cili merr energji të papërpunuar dhe e përdor atë për të fuqizuar diçka më të madhe. Sëmundja tiroides është një term i përgjithshëm për një gjendje mjekësore që ndalon gjendrën tiroide në prodhimin e sasive të duhura të tiroides. Kushtet që mund të shkaktojnë hipotiroidizëm përfshijnë: tiroiditi, ulja e sasive të hormoneve që prodhon tiroidja; tiroiditi Hashimoto, gjendje autoimune ku qelizat e trupit sulmojnë dhe dëmtojnë tiroiden. Kjo është një gjendje e trashëguar. Tiroiditi pas lindjes prodhon 5% deri në 9% të grave pas lindjes. Zakonisht është një gjendje e përkohshme. Mungesa e jodit. Jodi përdoret nga tiroidja për të prodhuar hormone. Mungesa e jodit është një çështje që prek disa milion njerëz në të gjithë botën. Tiroide që nuk funksionon. Ndonjëherë gjendra tiroide nuk funksionon si duhet që nga lindja. Nëse nuk trajtohet, fëmia mund të ketë probleme fizike dhe mendore në të ardhmen. Kushtet që mund të shkaktojnë hipertiroidizëm përfshijnë: sëmundja Graves. Në këtë gjendje të gjitha gjendrat tiroide mund të jenë tepër aktive dhe të prodhojnë shumë hormone. Nyjet. Hipertiroidizmi mund të shkaktohet nga nyjet tepër aktive brenda tiroides. Tiroiditi. Ky çrregullim mund të jetë ose i dhimbshëm ose nuk kuptohet fare. Tiroidja lëshon hormone që janë të ruajtura atje dhe mund të zgjasin për disa javë ose disa muaj. Jodi tepër gjithashtu mund të jetë një tjetër arsye. Kur keni shumë jod, tiroidja prodhon më shumë hormone tiroide se sa asaj nevojiten. Fatkeqësisht, simptomat e një sëmundje të tiroides janë shpesh shumë të ngjashme me shenja të gjendjeve të tjera mjekësore në faza të ndryshme të jetës. Kjo mund të jetë e vështirë, prandaj kryeni një analizë përkatëse tek mjeku juaj për të parë nga afër gjendjen tuaj të shëndetit të tiroides dhe mënyrat të trajtimit të saj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të plotësojnë ose të zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.